Vitet e zhurmshme 20 ishin një dekadë shënuar nga bollëku, optimizmi dhe një besim i fortë se ardhmja do të ishte më e ndritur se kurrë më parë. Pas përfundimit të luftës së parë botërore në vitin 1917, ekonomia globale përjetoi një përshpejtim të jashtëzakonshëm. Në qendër të kësaj rritje qëndronin Shtetet e Bashkuara, të cilat në atë periudhë prodhonin pothuajse gjysmën e gjithë prodhimit botëror. Midis viteve 1920 dhe 1929, ekonomia amerikane u rrit me rreth 42%, e nxitur nga prodhimi në masë, përdorimi i gjerë i energjisë elektrike dhe përparimet teknologjike që rritën ndjeshëm efikasitetin industrial. Ndërkohë, Mbretëria e Bashkuar dhe Franca rindërtuan ekonomitë e tyre dhe ruajtën perandoritë koloniale, ndërsa Gjermania, pas krizave të rënda të pas luftës, filloi të shënonte rime këmbje ekonomike që nga viti 1923. Megjithatë, kjo periudhë e artë nuk zgjati. Në vitin 1929, rënja e tregjeve financiare shënoi fillimin e depresionit të madh. Një krizë ekonomike që tronditi themelet e ekonomisë botërore. Prodhimi industrial në SBA ra me rreth 47% dhe papunësia u rrit në 20%, duke fshirë pothuajse të gjithë progresin e dekadës së mëparshme. Ekonomitë e mëdha të botës përjetuan kurrje të thella në prodhim, të ardhura dhe punësim. Por në mënyrë të habitshme, një vend dukej se i shpëtoi këtij kolapsi global. I izoluar kryesisht nga sistemi bankar ndërkombëtar dhe tregtia globale dhe duke mos qenë i varur nga mekanizmat klasik të kërkesës së tregut, Bashkimi Sovjetik jo vetëm që i mbijetoi depresionit të madh, por përjetoi rritje. Midis viteve 1929 dhe 1934, prodhimi industrial sovjetik u rrit me rreth 50%, ndërkohë që papunësia mbahej praktikisht në zero. Ky kontrast i fortë me perëndimin bëri që disa ekonomistë perëndimor të shihnin me admirim modelin ekonomik sovjetik. Madje disa e konsideruan atë superior ndaj kapitalizmit. Brenda vetëm 4 dekadash, Bashkimi Sovjetik u zhderua nga një monarki bujqësore e varfër në një superfuqi globale. Mposhti fashizmin, dërgoi satelitin dhe njeriun e parë në orbit dhe ndërtoi një arsenal ushtarak gjigant. Megjithatë, po aq shpejt sa u ngrit, ky sistem filloi të shembej, duke lënë pas pyetjen thelbësore: si përfundoi një ekonomi kaq e fuqishme në rënim? Për ta kuptuar këtë, duhet të kthehemi shumë më herët në histori. Pas rënies së perandorisë romake, Europa organizua kryesisht rreth feudalizmit. Ky ishte një sistem ku mbreti zotëronte gjithë tokën dhe u shpërndante atë lordëve në këmbim të shërbimit ushtarak. Lordët nga ana e tyre shfrytëzonin popullsinë fshatare përmes taksave të rënda dhe punës së papaguar. Fshatarët, të njohur si bujkrobër, ishin të lidhur me tokën dhe nuk mund të largoheshin pa lejen e zotërisë. Ky sistem ekonomik shfrytëzues mbështetej nga një strukturë politike po aq shfrytëzuese, ku pushteti për ndryshim qëndronte vetëm në duart e një elite shumë të vogël. Ky rend filloi të tronditej në vitin 1346, kur Murtaja Bubonike, e njohur si vdekja e zezë, u shfaq në Europë përmes rrugëve tregtare nga Azia. Brenda pak vitesh, ajo vrau rreth gjysmën e popullsisë europiane. Humbja masive e jetëve krijoi mungesë të madhe fuqie punëtore, duke rritur ndjeshëm vlerën e punës fshatare. Fshatarët fituan për herë të parë fuqi negociuese, ndërsa lordët, të dëshpëruar për punëtor, filluan të ofronin kushte më të mira për t'i mbajtur ose për t'i tërhequr ata nga pronat e tjera. Elitat u përpoqën ta ndalonin këtë ndryshim. Në vitin 1351, qeveria angleze miratoi ligje që ndëshkonin fshatarët nëse largoheshin nga toka e zotërisë së tyre, duke synuar të rikthenin pagat dhe detyrimet në nivelet paramurtajës. Por këto masa shkaktuan rezistencë të fortë. Kryengritja fshatare e vitit 1381, gjatë së cilës rebelët morën Londrën, tregoi se balanca e pushtetit kishte ndryshuar. Edhe pse kryengritja u shtyp, ligjet nuk u zbatuan më kurrë në të njëjtën mënyrë. Ngjarje të ngjashme ndodhen në të gjithë Evropën perëndimore, duke krijuar një treg pune më fleksibël edhe më pak shfrytëzues. Ky ndryshim, sado i vogël në fillim, pati pasoja faqjata. Rritja graduale e pasurisë dhe e fuqisë së klasave të ulta u dha atyre mundësinë të organizoheshin dhe me kalimin e kohës të formonin koalicione të gjëra shoqërore. Këto koalicione
e bën të pamundur që një elitë e vetme të kapte pushtetin pa u përballur me rezistencë. Përfundimisht, kjo çoi në sigurimin e të drejtave të pronësisë dhe në krijimin e institucioneve më gjithëpërfshirëse, të cilat u bën themeli i revolucionit industrial. Revolucioni industrial nga ana e tij përshpejtoi rritjen ekonomike dhe përmirësoi standardet e jetesës në mënyrë të paprecedent. Në Europën lindore, rruga ishte krejtësisht ndryshe. Fshatarët ishin më të shpërndar, më pak të organizuar dhe përballë zotrinjve shumë më të fuqishëm. Në vend që të përfitonin nga mungesa e fuqisë punëtore pas vdekjes së zezë, ata u shtypën edhe më shumë. Kjo ndarje themelore mes perëndimit dhe lindjes u thellua me shekuj dhe do të luante një rol vendimtar në historinë ekonomike të Rusisë dhe më vonë të Bashkimit Sovjetik. Zhvillimi ekonomik në Europën perëndimore kishte një kontrast të thellë me atë të Europës lindore, duke krijuar një ndarje strukturore që do të ndikonte historinë e kontinentit për shekuj me radhë. Ndryshe nga fshatarët perëndimor, të cilët pas vdekjes së zezë fituan gradualisht më shumë fuqi negociuese dhe hapësirë për organizim, fshatarët në Europën lindore ishin më të shpërndar, jetonin në fshatra të vegjël dhe kishin shumë më pak aftësi për të bashkuar kundër elitave. Ndërkohë, të fortët lindor kontrollonin territore shumë më të mëdha dhe më të centralizuara, duke u dhënë atyre avantazh të madh politik dhe ushtarak. Kur mungesa e fuqisë punëtore e shkaktuar nga murtaja bubonike tronditi Europën, reagimi në lindje ishte krejtësisht i kundërt nga ai në perëndim. Në vend që të bënin lëshime, zotrit lindor shfrytzuan situatën për të përvetësuar më shumë toka, për të zgjeruar pronat e tyre dhe për të ushtruar një shtypje edhe më të fortë mbi popullsinë fshatare. Për shkak se fshatarët lindor ishin më pak të organizuar dhe më të dobët politikisht, kryengritjet ose nuk ndodhen fare ose përfunduan në dështime të rënda. Në vend që të fitonin liri të reja, ata humbën edhe ato pak të drejta që kishin pasur më parë. Kjo situatë u përkeqësua edhe më shumë gjatë shekullit të 16, kur kërkesa në Europën perëndimore për produkte bujqësore si gruri, drithi dhe bagëtia prodhuar në lindje u rrit ndjeshëm. Me rritjen e çmimeve dhe të kërkesës, zotrit lindor pa një mundësi për të përfituar më shumë dhe si pasojë vendosën kontroll edhe më të rreth mbi fshatarët, duke kërkuar më shumë punë të papaguar dhe duke rritur barrën tatimore. Kështu, hendeku në pasuri, pushtet dhe liri mes fshatarëve perëndimor dhe atyre lindor u zgjerua gjithnjë e më shumë. Kjo ndarje themelore në Europë nuk ishte një fenomen i përkohshëm, por një proces që u thellua brez pas brezi. Në Europën perëndimore, rritja graduale e fuqisë së klasave të ulta çoi përfundimisht në rrëzimin e monarkive absolute dhe në krijimin e sistemeve kushtetuese më gjithëpërfshirëse, madje edhe republikave. Në anën tjetër, mbretëritë lindore mbetën pothuajse të pandryshuara ose u bën edhe më shfrytëzuese, duke ruajtur struktura politike dhe ekonomike që i përjashtonin masat nga pushteti dhe vendimmarrja. Revolucioni industrial nisi fillimisht në ishujt britanik në mesin e shekullit të 18. Më pas, ai u përhap në Shtetet e Bashkuara dhe më vonë në Europën kontinentale perëndimore. Ai u nxjerr nga sisteme ligjore më të drejta, nga mbrojtja e pronës private dhe veçanërisht nga të drejtat e pronësisë mbi idet dhe shpikjet. Për herë të parë, individët kishin sigurinë se mund të përfitonin nga puna e tyre krijuese pa frikën se dikush do t'u agrabiste rezultatet. Kjo solli një shpërthim patentash, shpikjesh dhe procesesh të reja prodhimi, duke rritur ndjeshëm produktivitetin dhe efikasitetin ekonomik. Për herë të parë në histori, rritja ekonomike u bë qëndrueshme dhe standardet e jetesës filluan të rriteshin në mënyrë të vazhdueshme për një pjesë gjithnjë e më të madhe të popullsisë. Deri në fillim të shekullit të 20, vende si Britania, Franca, Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara kishin ndërtuar baza të fuqishme industriale, duke u shndërruar një qendra ekonomike dhe teknologjike globale. Megjithatë, në Europën lindore, revolucioni industrial u përball me kundërshtim të fortë nga monarkitë absolute dhe elitat tradicionale, të cilat kishin frikë se ndryshimet ekonomike do të minonin pushtetin e tyre. Shembulli më i qartë i këtij ndryshimi ishte perandoria ruse. Në vitin 1850, Rusia përfshinte rreth 1/7 e gjithë sipërfaqes toksore të planetit, duke ushtrirë nga Europa qendrore deri në brigjet e paqësorit. Megjithatë,
Pavarësisht për masave të saj gjigande, ekonomia ruse ishte relativisht e vogël dhe popullsia e saj jetonte në varfëri të thellë. Arsyeja kryesore ishte fakti se Rusia vazhdonte të mbështete në sistemin feudal të shekullit të 14. Cari kishte pothuajse kontroll absolut mbi popullsinë, ndërsa një klasë e vogël fisnikësh kontrollonte industritë tradicionale dhe shfrytëzonte masat. Elitat ruse kishin frikë nga shkatrimi krijues që sillte industrializimi, sepse ai do të dobësonte pozitat e tyre dhe do të krijonte një klasë të mesme, të aftë për të sfiduar rendin ekzistues. Për këtë arsye, industrializimi u pengua qëllimisht për dekada të tëra. Skllavëria feudale u shfuqizua zyrtarisht në vitin 1861, por në praktik ai u zëvendësua me një sistem që ruante shumë nga të njëjtat shtypje dhe ofronte shumë pak përmirësim real në jetën e fshatarëve. Në të njëjtën kohë, Rusia ishte shumë prapa vendeve të tjera në industrinë e rëndë dhe në kapacitetet ushtarake. Para vitit 1853, e gjithë perandoria kishte vetëm një linjë hekurudhore, një tregues i qartë i prapambetjes infrastrukturore. Vetëm pas humbjes poshtëruese në luftën e Krimes, u kuptua se mungesa e hekurudhave përbënte një kërcënim serioz për sigurinë kombëtare. Deri në vitin 1914, shoqëria ruse ishte e mbushur me pakënaqësi. Kryengritjet shpërthenin vazhdimisht, por dështimet e njëpasnjëshme dhe represioni i ashpër i mbanin masat të shtypura. Situata u përkeqësua edhe më shumë nga pafësia e carit Nikola II dhe humbja turpëruese kundër Japonisë në vitin 1905. Lufta e parë botërore ishte goditja përfundimtare. Deri në vitin 1917, Rusia ishte në kolaps ekonomik. Popullsia po vuante nga uria dhe ushtria po shpërbëhej. Abdikimi i carit dhe përsharja mes qeverisë së përkohshme dhe bolshevikëve çoi në një luftë civile shkatrimtare. Në fund, komunistët, në udhëheqjen e Leninit, morën pushtetin dhe krijuan Bashkimin Sovjetik, duke hapur një kapitull të ri, por po ashtu ndërlikuar në historinë ekonomike të Rusisë. Industrializimi sovjetik dhe planet 5-vjeçare të Stalinit shënuan një nga eksperimentet më të mëdha ekonomike të shekullit të 20, të ndërtuar mbi idenë se një shtet mund të komandojë të gjithë prodhimin dhe ta drejtojë shoqërinë drejt modernizimit me shpejtësi të jashtëzakonshme. Në vitin 1924, Lenini vdiq pas një goditje në tru dhe pas një lufte të brendshme për pushtet, Stalini doli si figura dominuese e Partisë Komuniste. Ai trashëgoi një vend të raskapitur nga lufta civile dhe prapambetja industriale, por edhe një strukturë politike, ku vendimet ekonomike mund të imponoheshin pa kundërshtim real. Në vitin 1928, Stalini nisi planin e parë 5-vjeçar dhe e ktheu ekonominë në një sistem të plot komandimi nga lart. Prodhimi u nacionalizua sërish, tregu u zëvendësua nga urdhra shtetëror dhe çdo element i ekonomisë u bë pjesë e një mekanizmi të centralizuar. Në këtë realitet të ri, nuk flite më për vendime sipas kërkesës së konsumatorëve, konkurrencës apo fitimit. Qeveria vendoste se çfarë do të prodhohej, sa do të prodhohej, ku do të shpërndahej, sa punëtorë do të punonin në secilën ndërmarrje, çfarë inputesh do të merrte çdo fabrik, madje edhe sa do të kushtonte çdo mall. Byroja politike dhe rrethi ngushtë i zyrtarëve më të lartë përcaktonin drejtimin strategjik, cilat industri do të rriteshin, cilat rajone do të zhvilloheshin dhe cilat prioritete kombëtare do të kishin përparësi. Pastaj, përmes një sër agjenci shtetërore, ky drejtim kthehej në plane të imta, tabela, kuota dhe objektiva. Pasi zhvilloheshin negociata formale me drejtuesit e fermave dhe fabrikave, plani 5-vjeçar miratoi si ligj dhe shndërroi në detyrim. Nisma kryesore e Stalinit ishte zgjerimi radikal i industrisë së rëndë, çeliku, qymyri, energjia, makineritë dhe prodhimi ushtarak. Ai e shiti këtë si kushtin themelor për mbijetesën e shtetit sovjetik, sepse frika e tij më e madhe ishte një luftë e re, ku një bashkim sovjetik i prapambetur do të shtypej nga fuqitë industriale të Europës. Në vitin 1931, në një fjalim që do të bëj i famshëm për tonin e tij kërcënues dhe për saktësinë e parashikimit, Stalini deklaroi se vendi ishte 50 ose 100 vjet pas vendeve të përparuara dhe se duhet ta mbushte këtë hendek brenda 10 vjetësh, përndryshe do të shkatërrohej. 10 vjet më vonë, Gjermania naziste nisi pushtimin toksor më të madh në histori drejt Bashkimit Sovjetik,
një fakt që në retrospektiv e forcon bindjen se udhëheqja sovjetike e lidhte industrializimin drejt për drejt me sigurinë kombëtare. Por pyetja kryesore ishte, si do të financojë ky industrializim i shpejt? Stalini vendosi që barra do të binte mbi bujqësi. Në vitin 1928, rreth 85% e popullsisë ishte ende rurale, e shpërndarë në fshatra dhe komuna të vogla, me metoda pune tradicionale dhe me produktivitet të ulët. Taksimi i këtyre komuniteteve ishte i vështirë dhe jo efikas, ndërsa shteti kishte nevojë për ushqim për qytetet dhe për teprica që më të ktheheshin në kapital industrial. Zgjedhja e Stalinit ishte kolektivizimi, detyrimi i fermerëve fshatar të bashkoheshin në ferma shtetërore ose komunale, ku qindra apo mijëra njerëz do të punonin në mënyrë të organizuar në mbikëqyrjen e shtetit. Kolektivizimi e bëri më të lehtë konfiskimin e drithit dhe rishpërndarjen e ushqimit drejt qyteteve, duke ushqyer punëtorët industrial dhe duke mbështetur prioritetin e industrisë së rëndë, por kostoja njerëzore ishte katastrofike. Ky proces lidhet me vdekjen e afërsisht 12 milion njerëzve, si rezultat i urisë, represionit, zhvendosjeve dhe përplasjeve të dhunshme që shoqëruan imponimin e tij. Përveç tragjedisë, kolektivizimi krijoi edhe një problem strukturor që do ta ndiqte Bashkimin Sovjetik gjatë gjithë historisë së tij, mungesën e stimujve në prodhim. Nëse prodhimi i fermerit nuk ishte lidhje me aq sa paguaj, motivimi për të rritur rendimentin binte. Kështu, edhe pse shteti mund të kontrollonte ushqimin, bujqësia mbetej shpesh jo efikase dhe e paqëndrueshme, të kushtoruar në një hallk të dobët të sistemit. Problemi i stimujve nuk ishte vetëm në bujqësi. Në një shoqëri kapitaliste, punëtori mund të ndërrojë vendin e punës dhe të shkojë atje ku paguhet më mirë. Nëse punon më fort, më gjatë ose më zgjuar, ai rrit vlerën e tij për punëdhënësin dhe shpërblej. Sepse punëdhënësi ka interes ta mbajë dhe ta motivojë. Në ekonominë sovjetike, pagat ishin pothuajse gjithmonë të fiksuara. Lëvizshmëria e punës ishte e kufizuar dhe shpërblimi për performancë ishte i dobët. Edhe kur u provuan forma të caktuara të bonuseve, ato shpesh humnin kuptimin praktik, sepse çmimet ishin të fiksuara dhe mallat e konsumit ishin të pakta. Në një ekonomi ku prodhimi dhe çmimet nuk lidhen përmes kërkesës dhe ofertës, kërkesa për mallra me çmime të ulta bëhet më e madhe se prodhimi real, çka sjell boshatisje të vazhdueshme të rafteve dhe mungesa të shpeshta. Megjithatë, pavarësisht këtyre dobësive, ekonomia sovjetike u rrit me ritme të forta midis 1928-s dhe 1940-s, me rreth 5.8% në vit. Pothuajse duke u dyfishuar në një periudhë kur ekonomitë perëndimore shpesh stagnonin. Kjo rritje u arrit jo domosdoshmërisht duke bërë çdo punëtor shumë produktiv, por duke rritur në mënyrë masive inputet. Duke zhvendosur miliona fshatar nga bujqësia jo efikase drejt industrisë së rëndë dhe ndërtimit, duke ndërtuar fabrika të reja, duke shtuar punëtor dhe duke rritur kapacitetet prodhuese. Kur synimi ishte më shumë çelik, përgjigja ishte e thjeshtë: më shumë fabrika çeliku, më shumë hekur, më shumë punëtor. Por cilësia e kësaj rritje ishte problematike. Kjo shi i qartë në sjelljen e menaxherëve të ndërmarrjeve, të cilët drejtonin fabrikat dhe fermat. Kur hartohej një plan 5 vjeçar, një fazë përfshinte negocimin e inputeve të nevojshme për kuotat e prodhimit. Meqense matja e suksesit bëi kryesisht me arritjen e objektivit, menaxherët nuk kishin interes të kursenin apo të ishin efikas në kosto. Përkundrazi, ata kërkonin sa më shumë inpute, sepse më shumë materiale dhe më shumë punëtor i rrisin shanset për të përmbushur kuotën. Kur planifikuesit kërkonin rritje të prodhimit me të njëjtat inpute, u krijo një lojë tjetër. Menaxherët shpesh e mbanin prodhimin pak mbi objektiv për të marrë bonus, por jo shumë më lart, sepse një tejkalim i madh do të kthehej në objektiv më të lartë për vitin tjetër, duke e bërë të ardhmen më të vështirë. Kjo logjik prodhoi edhe një problem tjetër: fryrjen e numrit të punëtorëve. Për shkak të zinxhirit të furnizimit të pasigurt, shpesh kishte periudha ku punëtorët nuk kishin mjaft materiale për të punuar, por kur furnizimet vinin, nevojitej shumë fuqi punëtore për të shtyrë kuotat brenda afatit. Prandaj menaxherët kërkonin gjithmonë punëtorë të tepërt dhe rrallë i largonin, sidomos sepse puna ishte e garantuar ligjërisht. Në shumë raste, një fabrikë sovjetike mund të kishte deri në 2 fishin e punëtorëve të një fabrike të ngjashme në SBA. Kështu, papunësia zero
ishte më shumë rezultati i ligjit dhe jo efikasiteteve, se sa shenjë e një produktiviteti superior. Madje, edhe kur fabrikat merrnin pajisje të reja që do t'i bënin më produktive në afat të gjatë, ato shpesh mbeteshin të pashfrytzuara. Integrimi kërkonte kohë, ritrajnim dhe riorganizim të linjës së prodhimit, gjë që rrezikonte kuotat e atij viti. Meqense menaxheri nuk përfitonte realisht nga rritja e produktivitetit, por mund të ndëshkojë nëse dështonte në objektiva, zgjedhja më e sigurt ishte të mos ndryshonte asgjë. Kështu rritja ekzistonte, po inovacioni dhe produktiviteti i brendshëm për person shpesh mbeteshin të kufizuara, duke e bërë sistemin të fortë në mobilizim, por të dobët në efikasitet afatgjatë. Ai nuk do të përfitonte nga ndryshimi dhe për më tepër do të rrezikonte të mos ia arrinte objektivat e prodhimit për atë vit, sepse duhej kohë për të ritrajnuar punëtorët dhe për ta futur pajisjen e re në linjën e prodhimit. Prandaj, rritja e produktivitetit në shumë raste mbetej e ngadalshme dhe e frenuar. Këto probleme me stimin nuk ishin thjesht çështje vullneti apo disipline. Ato rrithin nga një mangësi shumë më thelbësore, mungesa e informacionit. Kur përpiqesh të planifikosh tërësisht ekonominë e një shteti të industrializuar për ta drejtuar atë me efikasitet të ngjashëm me një ekonomi tregu, të duhet informacioni plot dhe i sakt për pothuajse gjithçka. Nevojat reale të konsumatorëve, kostot, të rezervat, cilësinë, vonesat, kërkesën lokale, kapacitetin e çdo fabrike, problemet e zinxhirëve të furnizimit dhe mira sinjale të tjera që në treg normalisht dalin vetë përmes çmimeve dhe konkurrencës. Planifikuesit sovjetik nuk e kishin këtë pamje të plotë. Për këtë arsye, industri jo efikase, të kushtueshme dhe shpesh shpërdoruese vazhdonin të mbijetonin, sepse sistemi nuk arrinte t'i korrigjonte me shpejtësi dhe stimujt nuk mund të përdoreshin si duhet për të rritur efikasitetin. Megjithatë, dështimi i fundit dhe ndoshta më vendimtari ishte mungesa e inovacionit. Në ekonomitë kapitaliste, që nga momenti kur u vendosën dhe u mbrojtën të drejtat e pronësisë, u krijua një motivim më i fortë për të shpikur. Një ide mund të patentohej, të kthehej në biznes dhe të sillte fitim. Inovacioni u bë mënyrë për të ngjitur shkallët ekonomike dhe për të fituar avantazh ndaj të tjerëve. Në Bashkimin Sovjetik, ku pagat ishin të fiksuara, ku kishte pak larmi mallash për t'u blerë dhe ku çdo lëvizje gabuar mund të sillte telashe, mungonte ky motivim i natyrshëm. Rreziku ishte i madh, shpërblimi i vogël, ndërsa përfitimi personal shpesh shihej me dyshim. Si rezultat, inovacioni organik ishte i dobët dhe pa inovacion të brendshëm, rritja afatgjatë në një ekonomi të zhvilluar bëhet e vështirë. Për të kompensuar, Bashkimi Sovjetik u përpoq të importonte inovacionin duke blerë makineri të avancuara nga jashtë për t'i përdorur ose për t'i kopjuar. Një shembull domethënës ishte kontraktimi i kompanisë Fiat për të ndërtuar një fabrikë moderne për makinën e popullit. Por këto marrëveshje kushtonin shumë dhe varësia nga perëndimi ishte diçka që udhëheqja sovjetike e urrente, sidomos kur bëhej fjalë për teknologjinë dhe dijen. Këto kosto u shtuan edhe më shumë nga një sektor bujqësor jo efikas, i cili shpesh detyronte importime masive ushqimi. Për një periudhë, Bashkimi Sovjetik arriti ta zbusë presionin financiar fal një avantazhi të madh, burimeve natyrore, veçanërisht naftës. Kur çmimet e naftës u rritën fort në vitet 1970, eksportet e naftës kompensionin një pjesë të mirë të faturës së importit. Por më pas, kur rezervat në Rusinë perëndimore nisën të shteronin dhe çmimet u kthyen në nivele më normale, kostot të rritën sërish dhe ekonomia filloi të ngecte. Në të njëjtën kohë, u mbyll edhe burimi kryesor i rritjes së shpejtë sovjetike, rritja e inputeve. Në dekadat e mëparshme, shteti kishte fituar shumë, thjesht duke zhvendosur popullsinë nga sektor me produktivitet të ulët në sektor më produktiv. Por kur shumica e kësaj zhvendosje u krye, nuk ishte më ku të shtojë rritja me të njëjtën metodë. Rritja ra në rreth 2%, me ulët se ajo e perëndimit të zhvilluar. Fitimet më të mëdha filluan të vinin vetëm nga alokimi i kapitalit drejt ushtrisë, por kjo nuk mjaftoi dhe hendeku me ekonomitë e NATO-s u zgjerua përsëri. Ndërsa rritja që më parë i mbante qytetarët të qetë, pavarësisht mungesës së lirive, filloi të venitej, sistemi hyri në një rrugë stagnimi që u bë gjithnjë e më e pakthyeshme. Farat e këtij kolapsi ishin bjellë qysh në fillim. Bolshevikët nuk ishin një koalicion i gjerë shoqëror ndaj pushtetit i tyre,
mbeti i pakontrolluar dhe u shtërua në një elitë të re shfrytëzuese. Kur erdhi koha për reforma që do të hapnin rrugë për inovacionin dhe rritje produktiviteti, ato nuk u lejuan, sepse do të rrezikonin pushtetin dhe privilegjet e atyre në krye. Kur Mikhail Gorbaçovi nisi reformat të vërteta demokratike, ishte tepër vonë. Ekonomia tashmë ishte brisht, sistemi politik po çahej dhe sapo lirua një pjesë e kontrollit, struktura u shemb. Në fund, historia e Bashkimit Sovjetik ishte historia e ekonomisë së tij, një rritje e shpejtë, breslëndse, por e paqëndrueshme, e mbushur me jo efikasitete dhe e ndërtuar më shumë për ruajtjen e pushtetit sesa për rritjen e mirëqenies së njerëzve.